formën e kompetencat e presidentit 31 ose 2 janë. Të është e qartë, gjithkund me desht ata që kanë bo kushtetutën, këshën tonë. Dekretën shpërndarje që shto e kitë kushtetutat e sistemet parlamentare, pas konsultimit me kryeministët dhe forcat politike, pas konsultimit Italia, për shembull, me shefat e dhomave të parlamentit italian, ose rasteve tjera të kryetarëve dhe kështu me radhë. Ose kështonë sikur rasti francez, e shpërndarë parlamentin, në Asamblen Nacionale, edhe u kry muhabeti. Por si ka thonë se s'ka logjik, mi thonë se sistemi, forma, pushtetit e na është raporti mes i tillë që është sistem parlamentar. Legjitimot për mes parlamentit, s'ka logjik, ti me shpërdo kryen me shpërndo parlamentin kryen veti, do thot pa asnjë konsultim, asnjë forcë politike, pa asnjë konsultim do më thot me shefin e qeverisë, ka asnjë logjik apo. Ai që të ka zgjedhur, po shpërndon sovranin e popullit. Prandaj edhe gjykata këtu duhet me pas jashtëzakonisht kujdes në rujtjen e afateve kushtetuese, të cilat kur respektohen, do të thotë sovranit i kthehet prap çështja, edhe sovrani e sheh masandej kush ka faj, kush s'ka faj. Gjykata në këtë kuptim është mirë, mendoj unë, që sa ma strikt në praktikën e sistemit parlamentar, sa ma strikt. Nëse gjykata kushtetuese, zoti Hasani, hipotetikisht e kthen përsëri në pikën 0, a mund krijohet një moment që të ndryshohen kandidatët, po që se subjektet politike, natyrisht arrin të gjejnë një akord për një kandidat shembull që mund ta shpjejë më tutje. Ajo është çështje politike, mund me gjetë një president mega konsensual, ta zonë hipotetikisht, dhe me e zgjedh, do të thotë atje, nuk mund përsëritet një rast. Nuk e çon rastin për kush gjykon kushtetuese, sikur në kuvendin e Kosovës në mëngjes u çun mas pari zona